Doni dini si ka qenë një shtëpi në vitet e komunizmit, para disa kohësh postova nga ky muze, nga Roni, një pjesë nga shtëpia me gjethe për të treguar se si është. Ktu janë munduar të imitojnë një shtëpi tipike komuniste, po ki parasysh shtëpi në situatë mirë, sepse në fshat shtëpit kishin halle shumë. Kjo konsiderohej shtresa e mesme dhe e lartë. Ky është divan i famshëm 8.000 lekësh, i cili këtu kishte edhe pjesën që hapej, dhe ishte 2 llojesh. Ky është versioni i parë me krah, versioni i dytë ishte pa krah. Këtu mbaje zbukurimet, i versioni tjetër e kishte më të madhe pjesën e mbajtjes dhe këtu ishin vetëm 2 vende ku mund vije librat. Shiheni dhe kjo pjesë që hapej dhe mbyllej me mentesha, çka më hequr unë se më prisheshin menteshat, i rregulloja vet. Është divani. Këtu janë koltukët dysh dhe tek, që po ashtu ishin. Divani ishte 8.000 lekësh, koltukëve nuk ja di çmimin them drejtën. Ky ishte dyshi, kurse këto ishin koltukët tek. Këto ishin gjithmonë tavolinat e vogla që viheshin në krah të koltukut dhe që kishin cigaren DS. Në Shqipëri pijej atëherë dhe tavlën e duanit tipike, shiheni, gjithë secili mund ta gjej tavlën asaj kohe edhe cigaren DS. Pjesa tjetër interesante është soba, e cila i ka dhe të gjithë aksesorët e sobës. Soba kjo duhet këtë qenë 7 mishe dhe 9 mishe, ishin 2. Kishte pjesën e furrës, pjesën që mbahet ngrohtë gjërat, këtu ishte zjarri dhe këtu mblidhje hirin në fund. Ndërkohë soba kishte 2 gjëra që nuk ndaheshin kurrë. Çajnikun, ku bëj çaj i malit për të ngrënë bukë me djathë edhe me çaj mali, dhe tenxheren me presion që e përdornin gjitha mvisat që shikon si dita përdor. Ja, se kështu e vinin tenxheria me presion, edhe për të hapur duhet i hiqje njerë këtë, ku ishte presioni më i madh, pastaj e hapje tenxheren, e lëvizje edhe ishte gati. Ishte tubi sobës që ishte tipik. Kjo është bufeja 12 mishe, e cila mbushej me 100.000 gjëra zbukurime, që nga gotat e rakis, kana me gotat e ujit, pjesa tjetër, ja, edhe filxhanët e kafes dhe filxhanët e rakis, ora e famshme Orbit që vinte kineze. Kjo, si thuash, vinte rreth e rrotull raketa në për pjesën e fushës orës. Kjo ishin orat Tirana që u prodhuan mbasi u prishëm me Bashkimin Sovjetik. Ky ishte mulliri i kafes, i famshmi mulli i kafes. Askush nuk di, por në shtëpi kujt doje t'ja rrasje në dorë mullirin e kafes, ai ishte se kjo donte fuqi që ta bluaje, kështu që e merrte njëri, e mbante 5 minuta, edhe thoshe, shiko, vazhdojnë çikti. Kështu që kjo ishte me të ngecme mulliri i kafes, përpara ishte pjekur kafja në dollapin e kafes, që ishte dollapi i kafes. Ndërkohë këtu ka ca lodra që ata që kanë jetuar atko me siguri i mbajnë mend. Shiheni, ishin plastike, në fillim ishin kineze, pastaj i prodhonte plastika e Durrësit, edhe këto janë shumë interesante. Ndërsa ky këtu është televizori i famshëm. Shiheni. Tani ky ka kanalet e sotme shqiptare, po ky është televizori Lura, i cili u prodhua në fund të viteve 80. Të parët ishin Adriatiku dhe Iliria, ishin shumë të famshëm. Më pas u prodhua televizori Lura. 1982. Shive. Radio televizioni shqiptar shfaq për herë të parë. Shiheni tani se si ngrihet dhe zëri. Ky kapte vetëm një kanal, vetëm VHF, nuk kapte UHF. Tu kemi karamelet Zana. Të famshmet karamele Zana, edhe bomboniera që qerasje. Kur të vinte njeri do t'i jepje karamele, se s'kisha jepje tjetër dhe një gotë raki, unë do t'a haj karamele, po t'a fus në xhep t'a hambrapa, që t'a kem. Kjo është gotë konjaku, në fakt, me cigaret diamant, të cilat në fakt u zhdukën dhe shkrepsja, u zhdukën më pas, sepse më kryesoret mbetën cigaret Partizani që ishin 18 lek. DS-ja ishte 30 lek në versionin e saj. Po televizori është më interesanti. Tani këtu ka disa pajisje. Kjo ishte makina e qethjes. Në fakt e përdorte edhe Komiteti i Rinisë kur kishte flokë gjata, të bënte një kështu në mes një tunel që të mos kishe. Kjo ishte kupa e akullores.
këtë e mbushi akulloren dhe lëshoje kupën për akulloren. Kjo ishte sapuni i famshëm Lux, që ishte sapuni më luksoz, më i tmerrshëm ishte ai i Rogozhinës, ai me të qeshur Shqipëri thoshin është sapun që vret çdo lloj morri, aq i fortë ishte. Këto ishin rrathët e kokës që vinin gratë, këto ta këpusnin kokën fare, po t'i shofësh. Ndërkohë, ky është krëri, këto ishin paint e saj, kjo ishte për të mbajtur sapunin, është shumë interesante. Këtu mbaj sapuni me një gjë plastike. Duhet ja ulim zërin televizorit se është e mbushur e gjitha me detaje të tilla. Kjo duhet jetë pjesa e cigareve. Kjo ishte kutia e cigareve, e duhanit të pa përpunuar. Janë të gjitha objekte të asaj kohe, ndërkohë që do vazhdoj të një tjetër. Ky ishte pufi i vogël, ndërsa kjo është perla e perlave, kur nuk kam kërkuar, jo kjo, jo tenxheria, por furnella me vajguri, fitilat e cilës i bënte Gjirokastra, po nga fundi, kur s'kishte më fitila, grisnin kanatierët dhe i bënin fitila, edhe për ta përdorur këtë, se duhet të qëndrojnë që këtu është, akoma sot di si pastrohet kjo, shive si iqej, këtu poshtë i hidhej vajguri, ja ku hapej kjo gjë, dhe hidhej vajguri, këtu i dilnin fitilat, vendosej kjo, zakonisht shqiptarët gatuanin në VC, sepse tymi që lëshonte kjo ishte i tmerrshëm, nxinte gjysmën e shtëpisë, po shumë e bukur, kurse kjo është ende prezente në shumë zona. Këto ishin fshesa tipike që shiteshin pazar. Kjo ishte fshesa, akoma rrezik dita përdorun këtë, duhet ta lagje i çik se ngrihej pluri përpjet. Fshesa ishte shumë interesante. Kjo pajisje prej porcelani, prej balte, ishte prapë shumë e njohur. Telefoni 2000 numra kishte gjithë Shqipëria, nuk bëheshin, edhe numratori telefonik i Tiranës i vitit 1981, prido ta shohim njerë se duhet ketë personazhe të rëndësishëm këtu, me njëse të rëndësishme nuk i tregonin, i 81-shit, që ishin kryesisht institucione, po të vini re, numrat privat ishin shumë pak, dhe kryesisht njerëz që ishin të lidhur me pushtetin. Kjo është Port Montoya, nuk e di tani kështu i thoshin, ku vareshin, vijej kryesisht në korridor dhe vareshin pjesa më e madhe e po i quaj rrobave, gjërave, siç janë varur këtu. Kishte edhe të vetmen pasqyrë të shtëpisë që i rrije përballë, shifeshe përpara. Këto janë godat e birrës që mund t'i gjeje kudo, dhe këtu pastaj është perla e fundit. Obodini famshëm jugosllav. Ishte i vetmi, po e quaj frigorifer që qarkullonte bashkë me disa lavatrice çekoslovake, ja dhe Obodini. Ndonjëherë ky shërbente dhe për të mbajtur mishin e gjithë komshive, secili e sillte mishin të mbështjell me një qese dhe me emrin e vet, sepse mund të kishte një frigorifer gjithë lagja. Këtu mbaheshin vezët, këtu vendoseshin vezët, këtu vendosesh gjalpi, aty vendoseshin shishet dhe poshtë duhet ishin frutat. Ky ishte Obodini. Dhe praktikisht ky është një imitim tipik i një mini shtëpie në Shqipërinë komuniste, me përjashtim faktit që televizori kishte më shumë lajme. Shqipëria e viteve 80.